Nëse vetëm pak e shohim historinë e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, shokut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka qenë i fuqishëm, edhe njëri i dobishëm, edhe ka qenë njëri më i miri krejt këtij ummeti. Domethënë njeriu pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka pas personalitet edhe ka qenë i fuqishëm, edhe ka qenë i dobishëm, padyshim në këtë ummet ka qenë Abu Bekri. Dhe me çfarë e ka arrit këtë? E ka arrit me besimin e tij, me fuqinë e imanit. Sikur se thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e tij, po që se imani e Abu Bekrit do të vendosej në anën e peshores, kurse imani i krejt ummetit do të vendosej në pjesën tjetër të peshores, atëherë imani e Abu Bekrit do të peshonte më shumë. Dhe dihet se çfarë meritash ka pas në Islam Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Ai është murrave të parë që ka pranuar Islamin. Ai është personi i cili më së shumti ka ndihmuar pejgamberin alayhi salatu wasalam me këtë qenien e tij, me pasurinë e tij. Dhe këtë kjo për shkak të besimit të tij të fuqishëm.